përkohësisht të mos lejojnë qarkullimin e monopatinave elektrike në Në Tiranë rrugët janë shndruar në një skenë ironike ku policët rrugor kanë lënë më njanë detyrën e tyre kryesore, rregullimin e trafikut për të përfshirë në një lojë ndjekesh me përdoruesit e monopatinave elektrike. Kjo situatë e cila ka marrë masë absurde vije pas urdhit të ministres së mbrëmshme Albana Koçiu për ndalimin e qarkullimit të mjeteve me bateri. Megjithatë, sipas ekspertëve dhe juristëve, ky udhëzim është i pazbatueshëm ligjërisht në formën aktuale. Udhëzimi numër 169 datë 13 tetor 2025 mbështetet në nenet 5, 6 dhe 7 të kodit rrugor, po interpretimi i tyre tregon qartë se vendimi nuk mund të hyjë në fuqi pa miratim dhe shpallje nga pushteti lokal, në këtë rast Bashkia e Tiranës. Kodi rrugor parashikon që ministria mund të japë udhëzime për pezullimin e mjeteve për arsye sigurie, por neni 6 përcakton se vetëm organet lokale kanë të drejtën të vendosin ndalime të tilla në bazë të udhëzimeve të ministrisë. Në fakt, gjatë një mbledhje të Këshillit Bashkiak më 16 tetor, kryetaria në detyrë e bashkisë Anduela Ristani konfirmoi se bashkia nuk ka marrë asnjë vendim për ndalimin e monopatinave. Ajo theksoi se personalisht mbështet përdorimin e mjeteve pa karburant, por theksoi se urdhëresa nuk ka dalë nga bashkia. Përpasoi vendimet e policisë rrugore që ndalon dhe bllokon monopatinat janë tërësisht të pambështetura në ligj dhe mungesa e përfshirjes së policisë bashkiake në këtë proces e vërteton faktin se zbatimi i urdhit të ministres Koçiu është bërë jashtë çdo procedure ligjore.